Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, me një hadith thot: 3 dua, 3 lutje, Allahu kurrësi nuk i kthen pas robit të tij. E para është duaja ose lutja e atij personit të cilit i është bërë zullum, i është bërë padrejtësi. Pra nëse ky person i të cilit i është bërë padrejtësi, i ngre duart lart nga qielli dhe kërkon nga Allahu subhanahu wa taala, atëherë Zoti do t'i përgjigjet menjëherë këtij personi edhe këtij njeriu. Duaja e dytë është duaja e udhëtarit. Pra nëse një person ka marrë një udhëtim të largët, ai atëherë nëse i lutet Allahut dhe kërkon prej Allahut, patjetër që Allahu duan dhe lutjen e tij do ta pranojë dhe nuk ka perde mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar besimtar, edhe ne shpeshherë kur marrim ndonjë udhëtim, mundohemi që ta shfrytëzojmë duke bë dua, duke bë lutje, për arsye se duat edhe lutjet kur jemi në udhëtim nuk refuzohen. Dhe duaja e tretë, të cilën thot profeti alayhi salam që Allahu nuk e kthen pas, nuk e refuzon, është duaja e prindit për fëmijën e tij. Pra çdo lutje, çdo dua që bën prindi për fëmijën e tij, asnjëherë Allahu nuk e kthen pas. U thot profeti me një hadith tjetër, duaja e prindit për fëmijën është sikurse duaja e profetit për umetin e tij. Pra kur Allahu e ka dërguar një profet tek një umet, dhe ai profet e ka lutur Allahu, qoftë për mirë dhe qoftë për keq, Allahu e ka pranuar duan e atij. Kështu pra edhe duaja e prindit për fëmijën është, nuk ka perde dhe nuk ka çfarë të pekon. Prandaj edhe ne mundohemi që fëmijët tonë, pasardhësve tonë, të bëjmë dua dhe lutje që Allahu t'i bëjë të hajrit. E them këtë hadith për arsye se të mundohemi që të shfrytëzojmë domethënë këto raste ku të bëjmë dua edhe lutje, pa marrë parasysh në rastin e parë kur të bëhet padrejtësi, më e mira është që t'i falet dikujt, t'ia falish nëse dikush ta ka bënë një të keqe, nëse dikush ta ka bënë një zullum, për arsye se kjo është rruga e profetit Muhammed alayhi salam. Ndërsa e dyta, për sa i përket udhëtimit, duhet ta shfrytëzojmë në maksimum për arsye se nuk refuzohet, edhe e treta është duaja e prindit për fëmijën, gjithashtu edhe ne për evladët dhe për pasardhësit tonë mundohemi dhe të bëjmë dua edhe lutje, Allahu ju shpërblet.